përsëri janë marrë dy vendime të njëjtën kohë, që edhe me drejt edhe akuzohet zyra rregullatorit të energjisë, në kohën kur ne jemi në tranzicionin institucional të kaluar nga qeveria e mëparshme në qeverinë e re. Bizneset janë të detyruar me konsumu energjinë elektrike, nuk kanë forma tjera. Momentin që ato janë të bllokuar me shfrytzu vetëm energjinë elektrike, ato drejt për drejt ajo kosto bartët te këto. Nëse Kosova i kish pas mundësinë, nëse i kishmi pas në kapacitetet, po flas kështu gypat e gazit i kishmi pas shpërnda në për vend, disa biznese kanë mujt një pjesë të energjisë me zëvendësu energjinë elektrike, me zëvendësu me burime tjera. Mirë po edhe në këtë rast, më duhet me cek në biseda që i kum pas me disa biznese janë në negociata me prodhues të ndryshëm të turbinave të gazit, ose generatorëve jo të dizelit, po të gazit, edhe dojnë me u shkput komplet nga sistemi elektroenergjetik i Kosovës, edhe dojnë me një farforme me bo vetë gjenerus, si rezultat i rritjes së çmimit, mirë po edhe mbi gjitha është mungesa e furnizimit stabil me energji elektrike.